pikat e strategjisë të cilat brenda kornizës 14 ditore ose 2 javore mund të kemi sulmin amerikan. Thonë drejtën, amerikanët kanë qenë dje, sot dhe nesër mburoja e Izraelit. Mund të them në aspektin asaj që disponon ushtarakisht Izraeli, komplet është edhe sistemi mbrojtjes kundër ajrore, mund të them thartë i fundit, i cili është jashtëzakonisht efikas, është do thotë prodhim amerikan. Meqense mendoj që Arovi, por edhe kupolla e Qelikt, meqense kupolla e Qelikt është ka do thotë aktivitetin e vet dikon 16 kilometra të narësisë, është domeni të shkurt, sidomos ka qenë projektuar për neutralizimin e raketave të Hamasit, Al-Qasamit, por sistemi tjetër i cili, mund të them, sistemi David, pastaj Patriot amerikan dhe Arovi Treshi, nuk kanë treguar, mund të them, ndoshta atë përsinë e mbrojtjes, por mendoj që tërë kapaciteti i aviacionit, se thonë drejtën, Izraeli goditjen me aviacion në Iran, neutralizimin e ka bërë, do thotë, me 200 aeroplan F-35, 15 dhe 16, të cilët në ajër o dashur që të mbushin dhe karburant dhe do shfrytëzuar edhe hapësira ajrore Sirisë, Irakut, e Jordanit, dhe goditjet të cilat janë bërë dhe supermacionin e aviacion, kryesisht është teknologjisë komplet amerikane, plus duke shtuar këtu edhe informacione përmes satelitëve dhe ato të inteligjencës, informacionet të inteligjencës që janë të rëndësishme për Izraelin e këtë rast. Irani ka treguar tjetër element, superioritetin raketor, balistik dhe hipersonik, dhe kjo po shihet që tash kemi me një shtet që i cili ka një goditje përmes aviacionit dhe sistemit të tyre të avionit luftarak, dhe asaj që po duket se është e pandalshme çështja, sidomos e armëve hipersonike Fatah 1 dhe Fatah 2. Pa harruar edhe Habar 4-shin, që është jashtëzakonisht e tmerrshme, më them drejtën. Dhe kjo është e tëra që kapacitetet e dy forcave janë matur, mund të them, në këto dy komponenta. Amerikanët, mund të them, do jenë ata që po që se goditjen e Iranit do të jetë goditje shumë e vëllëmshme, dhe sepse nuk matet forca e Iranit me të shëbave, dihet nuk është ndonjë zbulim i madh se kush del fituesi. Do thotë për njerëz normal që njohin kapacitetet amerikane të një superfuqie botërore, është e dishme. GBU-ja e 57 që bomba e cila dikon 13.600 kilogram, paramendoj është diçka, do thotë, që brin deri në 60 metër në thellësi në bunkerat nëntoksor, dhe atu pastaj eksplodon. Dhe krijon, do thotë, atë mund të them atë shkatërimin që mund të bëhet secilit bunker nëntoksor. Dhe në Diego Garcia në ujëdhesën e Oqeanit Indian, një bazë amerikane, nga këtu bombarduesit amerikan, sidomos ai që është më them teknologjia fundit me të cilën bombarduesve, më them, të amerikanëve, B-2-shit. B-52 është sistem më i vjetër, por me B-2-shin hedhja e GBU-s 57 që do të jetë shkatërruese, që ka rreziqe që ta në Fordo, po që se goditet, që konsiderohet që këtu zhvillohet programi nuklear i Iranit, meqense mund të ka edhe spekulime, sepse edhe Saddam Husseini këtë formë Iraku është goditur, pastaj ma vonë dalën dhënat që programi për shkatërimin e armëve në masë nuk ka qenë real, që u pranu pastaj edhe prej vetë amerikanëve. Do thotë është pikpyetje që nuk duhet të spekuloj, është duke zhvilluar këtu programi nuklear i bombës bërthamore, por ky impant apo ky central bërthamor është në syt e goditjes që të bëhet, edhe pse në malet Zogros, më falni, është do thotë një tjetër central i cili në 4.400 metra lartësi midetare, dhe këto varmale paraqesin në veri perëndim të
Iranit kushti popullat kurte e banuar ekskluziv. Dhe këto varbarë paraqesin, mund të them, atë arsenalin që mund ta ketë Irani. Por goditja e tij dhe aeroplan bajzëve të anijeve amerikane që u kanë afruar, do thotë, pjesës mes detit arabik dhe oqeanit indian, janë të cilat, të them, Diego Garcia ka 3900 kilometra nga pika e jugore e Iranit, sepse Irani mendon që ta godas Diego Garcia, po lartësia nuk ka perimetër dhe domet të tillë të cila mund të arrijnë Diego Garcia. Prandaj në këtë pikë mendoj që pastaj kemi trupat amerikane afër 50.000, 45.000-50.000 trupa që nga Kuwait, Iraku, Kuwait edhe pjesë tjera të Bahrajnit, Katarit, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabi Saudite dhe Sultanatit të Omanit. Kjo pjesë është e mbushur, mund të them, me pika amerikane të cilat do të goditen. Sigurisht është territor shumë i afër dhe Irani besohet që ka kapacitetet e tilla. Edhe pse janë shpërnda, një bazë duket ajrore në Katar është tërhequr, e kam fjalën teknologjia tyre, aviacioni i tyre, avionët, dhe mund të kem ngushtica e Hormuzit, do jetë pastaj ajo problematika që çmimet në naftë do të kapërcejnë, do thotë, në shifrat e larta, sepse ekonomia botërore mund të psojë, sepse transporti dhe importet e tërë botës, po të them, lëvizin nga kjo ngushticë ose kanali i Hormuzit dikon mes 25-35%. Dhe mund të kemi një skenar të njëjtë të vitit 1973, kur ka qenë lufta Yom Kipurit, apo lufta Ramazanit, ka koinciduar në muajin Ramazan, kur Izraeli është përgatitur të japet një goditje nga Egjipti, Siria, Jordania dhe Iraku, mirë po Izraeli para se ata të mendojnë ta godasin, ky ka pri parë dhe i ka goditur. Dhe në këtë rast Arabia Saudite ka vënë sanksionet ndaj perëndimit, dhe ka qenë ajo kriza që njihen që ata unë tipo si po unë edhe unë kom qenë fëmin atë kohë, do thotë 4 vjeçare se sa i bie. Dhe mendoj që këtë situatë të sotshme a ka mundësi brenda këtij dy javori të ketë kontakte me Putin, Erdogan, Trump, Xi Jinping, do thotë janë 4 faktorë. Do shohemi, ka shpresa, sepse jam i bindur që ka edhe në kohë lufte ka shkëmbime të informacioneve, mes shkëmbime, sot e kene në Zhenevë takimin që bëhet për programin bërtamor me disa shtete evropiane, Francë, Gjermani, Angli, Itali, me sa duket, dhe përfaqësuesit iranian, me siguri ambasadorit iranian e Zvicër në Zhenevë ka bisedime të tilla, por mendoj që janë të kota pa dhonizë amerikanët, pa arritjen e marrëveshje me amerikanët është ndoshta mund të kenë edhe amerikanët do një kanal diplomatik përmes ambasadës iraniane ose një të tretë që bën komunikim